Pyetja që ma vjen më shpesh nga prindrit në klinikë dhe në rrjetet sociale është se si ne mund të realizojmë një konsult logopedike. Ditën e parë fëmia paraqitet me prindin ose me kujdestarin. Përgjithsisht paraqitet me nënën. Ata futen në klinikë, shikojnë dhomat përreth, shikojnë dhe dhomën ku ata do hyjnë, zgjedhin lodrat e tyre, përshtypun një koshë ushqime ose diçka që ato kanë qef. Është shumë e rëndësishme që ato disa minuta të mësohen, të rinë dhe të eksperimentojnë. Pas disa minutash ne realizojmë një formular mbi të dhënat e përgjithshme të fëmijës, me emrin, mbiemrin, anamnezën familjare, anamnezën personale, gjithashtu dhe me rrjedhjen se si mund të kemi një rrjedhshmëri më të qartë të pjesës së zhvillimit, se si ka nesër buret kilometrik të këtij zhvillimit. Gjithashtu nëse kemi pasur ndonjë problematikë shoqëruese gjatë lindjes ose ndonjë sëmundje shoqëruese gjatë pjesës së zhvillimit, që nënën mund ta ketë shqetësuar. Të gjitha këto merren ditën e parë dhe fëmia fillon të mëson. Afërsisht dita e parë zgjat 40 deri në 50 minuta. Ditën e dytë, fëmia paraqitet prapë prindin dhe kujdestarin, nuk është e shëndetshme që neve ta shkëputim direkt fëmijën, por ta shkëputim gradualisht. Mamaja qëndron prezent dhe ajo avash avash fillon largohet nga dhoma dhe neve punojmë pak a shumë me derë hapur. Gjithashtu nuk është e rekomandueshme që fëmia ditën e dytë të mbahet shumë gjatë, por të mbahet me gjëra që ka qef edhe përshtatet më shumë me ambientin. Ditën e tretë ne fillojmë matjen me testet vlerësuese specifike, testet të cilat ne përdorim më shumë në klinikë, nga mosha 0 deri në 3 vjeç, për grup moshat e vogla, mund të jenë MCHAT-i, mund të jetë ABLS-i, mund të jenë disa teste vlerësuese specifike të cilat lidhen me pjesën logopedike, dhe ditën e 4 dhe të 5 ne masim më shumë aftësitë e fëmijës për të ndalë një përfundim ose një raport logopedik më të gjatë dhe për të pasur normalisht edhe pjesën se ku fëmia ka ngecur. Gjithmonë ne masim raportin midis moshës kronologjike dhe moshës zhvillimit. Nëse ne kemi një fëmijë 2 vjeç me moshë kronologjike, por me moshë zhvillimi e kemi 1, atëherë nëse ne kemi një pengesë më shumë se 6 muaj diferencë nga mosha kronologjike, mund të themi që kjo është diçka patologjike dhe kemi nevojë për një trajtim imediat në pjesën e fushës së zhvillimit. Jo çdo fëmijë i vogël shkëputet direkt, prandaj duhet t'i japim kohën e shkëputjes. Ndoshta disa fëmijë mund të duan vetëm 3-4 ditë, disa të tjerë mund të duan më shumë. Prandaj shkëputja graduale dhe në mënyrë të shëndetshme të fëmijës është gjëja më e rëndësishme.